Gjykata e lartë ka pranuar heqjen dorë nga rekursi të ish kryeprokurorit Adriatik Llalla. Ndaj tij mbetet në fuqi dënimi me 2 vite burg, 5 vite heqje së drejtës për të mbajtur funksione publike. Ish funksionari i lartë i drejtësisë u gjet fajtor për fshehje pasurie. Nga ratia ish kryeprokurori Adriatik Llalla hoqi dorë nga rekursi që depozitoi në gjykatën e lartë nga ku kërkonte pafajësi. Adriatik Llalla u dënua me 2 vite burg nga gjykata e posaçme antikorrupsion dhe për 5 vite. Ai nuk ka të drejtë të ushtrojë asnjë funksion publik. Ai u shpall fajtor për fshehje të pasurisë, ndonse mbrojtja e tij ligjore e kundërshtoi diçka të tillë. Vendimi më 20 maj të vitit 2021 u dha nga gjyqtarja Daniela Shirka, ndërsa hetimet u kryen nga prokurori Klodian Brao. Edhe pse në kërkim ndërkombëtar Adriatik Llalla u shfaq në një takim të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha me emigrantët shqiptarë në Rom më 9 shkurt 2025. Ish kryeprokurori ishte i pranishëm mes militantëve të mbledhur në sallën ku Berisha mbajti takim politik me diasporën. Në kuadër të hetimeve të kryera për këtë çështje me vendim të gjykatës Adriatik Llallës janë konfiskuar disa pasuri, ndërto një apartament në Durrës dhe sipërfaqe toke në periferi të Tiranës. Më herët gjykata e lartë i refuzoi një kërkesë ish kryeprokurorit që kërkonte pezullimin e dënimit me argumentin se vuan nga një sëmundje e rëndë.